kemi tujat, ne kemi Rumunet, ne kemi Bullgarit, ne kemi Moldavet. O qëna, hajdini vete. Cilat Rumune? Po shko thuj qik Rumunes ti. Zemra do vish jetosh me babajnë dhe maman time, me prindrit e mi, do ju shërbesh aty, do ju shërbesh kafen, do ju bosh ismeti kur janë smor, do më shërbeni mua, do bosh pastrusen, edhe shifeni, do vinë Rumunet, do t'jetojnë me prindrit e tu, edhe do të shërbejnë ty? Hajdini vete, Rumunet, si din, nga i kanë prindë vet, i kanë në Rumania tjefare, a i kanë në Brazile, si kanë pa me vite më ratë, e do vinë t'jetojnë me prindrit tuaj. Ha me qona ku jeni? A që më tepër, Rumune që një dashnë e kanë gjes, një drek, një ndark, me këtë i bëni fmit, me Rumune që s'din, do të me shku me bua dënon, pastaj me ka e ka fmi në Rumunja, e kuptoni. Qa të bëni? Do shkoni me Rumunet, bëni fmit me Rumunet, që i ndrojnë dashnorat le për mrena ditës, edhe pastaj e ke fmi në rrugve. Do një fmi thjesht për atësi për ta pas gjendje civile në mrentuj, pa e gëzu fmi fare, pa e përjetu ndjesin e përdorimit, sepse Rumunja t'le sot, jetë sot me ta, nesër bë fëmin, mas nesër ta bën qau, edhe kap tjetërin. Dhe lini fëmin vërdal me burat të dënjas, eksperiencë fëmija, njerë me një baba, pasaj me tjetër, sa ndrën Rumunja. Pse s'martoni me Rumunet jo, qunat shqiptar, ju emigrantat, pse s'martoni? S'martoni se Rumunet janë përdala. E po, që firma shqiptar janë familjar, ju dini shumë mirë këtë gjë. Po janë familjare, tani s'ka familjare me i shërby në nësë tanë e bëbës tanë, e me jetu me nënën tanë e bëbën tanë, po janë familjare për t'jetu veshmas, po prap familjare janë, sepse impenjimin dhe familje, si që kanë femra qytetar, nuk e ka asë një femrë në bodë, dhe ju dini shumë mirë. Prandaj po ju them, po një hismet femrave shqiptare, jetoni veshmas me gruan tuaj, prindrit jetojnë veshmas, mos jetoni grus bo shërbetore, se s'ka mo, ka pas budallashe sa dush, s'ka mo budallashe. S'ka ma, i keni shfrytzu, sa i keni shfrytzu, halal jo bovzoti ato që kanë shfrytzu, ju beqarët, vini me në kokë, bëni ismet femrës, jetoni veshmas me femrën, mos jetoni femrës, ju po do vi daja, dezja, halla, gjaja, do bësh drekën, do ju shërbesh, do ju bësh kafe, do bësh të, do bësh ato, do rish me prindit, kur t'ja smur prindit e mi, do ju bësh ismet, edhe ta bë femrë qa bëni, si kalove mirë, hajt, pirdo, mbani për fjallorin. Edhe kështu që mos rini mu të më komentu atje, jo po kemi tujat, prandaj martoni me tujat ju, se e dini shumë mirë që tujat, prindrit e tu, as tuaj nuk duan t'ju ashojnë më sy, as njihen me prindrit tuaj, as jetojnë me prindrit tuaj, as nuk ju shërbesin ju e fare, në shtëpi thot, bëj punë të tua, ti veç, unë veç edhe natën e merë. Bënja izmetin femrave shqiptare marë, më gjoni mu se realisht të përfundoni shumë keq. Ju beqarët, tani në vazhdim keni përfundu shumë keq. Më gjoni mua.